E para, unë nuk kam pasur ndonjë sulm direkt kundrejt Luizit, pavarësisht se është dukur sikur unë gjatë gjithë kohës jam kapur me të, sepse ka qenë më shumë nga ana e tij. Unë vetëm gjë që kam thënë që Luizi e ka perceptuar sikur ka qenë kundrejt tij, ka qenë çështja e lidhjeve, dhe këtë e lidha me nominimin. Unë nominimin e parë pas 3 ditësh e kisha dhe si konkurrent të drejt për drejt kisha Shpatin dhe nga konkurrentët paktën përflitej si arsye tim që duke qenë se Shpati ka një lloj trekëndçi, një lloj flirti, një lloj gjë që mund ta mbante më shumë se sa unë në atë shtëpi. Dhe kjo më bëri mua që të them këtë frazën që Kristi dhe Luizi dhe vajzat e morën sikur e kisha me ta. Këtë pjesën që unë mendoj që personazhet që krijojnë diçka në këtë shtëpi ecin më shumë dhe e kanë si strategji këtë gjë. Dhe thash shumë ndoshta dhe jashtë nuk vazhdojnë sepse në të vërtetë kanë pasur më shumë për show. Ata e morën sikur e kisha drejt për drejt me ta. Në fakt ishte thjesht arsye tim. Kështu që këtu nisi gjithçka që Luizi e mori sikur unë kisha ardhur me sulm kundrejt tij. Po për analizën e Inës si e shikon? Mendon që ke qenë e përshtatshme për këtë reality show apo e ke ndier të nevojshme të kesh një person aty që të ngacmoj pak, të rikujtoj? Unë nuk mendoj që ka personazhe të përshtatshëm apo jo, unë mendoj që ka kohë të përshtatshme për dikë, ka situata të përshtatshme. Çdo njeri e ka rrugtimin ndryshe aty. Unë nuk e prisa që do të ishte ky rrugtimi im për shembull, prisja diçka tjetër. Edhe unë nuk e prisa që tregoja vetëm anë të paktën publik perceptoj kjo ana që vetëm kam dashur të sulmoj ose kam nxjerr ndoshta këtë anë në pa. Edhe unë nuk kam dashur që vetëm kjo Antonetë shfaqej, po kështu rodhen situatat edhe kështu shkoi gjëja. Më duket mua, Balina para se të kaloj te ty, më duket mua ju keni një ftoje të vogël me njëra tjetrën. Çështja është që ne nuk shikoni as njëra tjetrën në sy. Shikoni në sy, bëni një terapi. E kemi se të respektojmë ty, o Megi. Okej, faleminderit. Ne nuk kemi që asë njëra shumë të ngrota, shumë të ftohta, kështu që... Unë nuk e kam parë në fakt Antonetën që t'ishte sulmuse, më tepër e pash Antonetën si një person që nuk donte të identifikohej me asnjë ka. Dhe kjo gjë në vetvete e bënte atë të sulmueshme. Dhe Luizi aty brenda e ka këtë strategji, do të vendosi kufin me çdo që hyn. Antoneta, ama nga ana tjetër ishte pa përgatitur për atë që ishte në fakt ishte shablon.